me Mërkurin, ku na jep mundësinë dhe kohën e duhur për bërë zgjedhjen e duhur në fushën e karrierës dhe jo vetëm. Përfitojnë shumë shenjat e ujit, shenjat e tokës. Shenjat e tokës ku kanë edhe mundësinë edhe shansin për të zgjidhur çështjet problematike. Gjithashtu janë dhe shenjat e ajrit, sidomos dhjediçi i parë dhe dhjediçi i tretë. Prandaj janë dhe disa ndikime mjaft të mira në lidhje me çështjet që kanë bënë lidhje me ekonominë, lidhje me stabilizimin, lidhje me vendimin dhe jo vetëm, sepse ka disa gjëra shumë të rëndësishme financiare në lidhje me biznesin, në lidhje dhe me çështjet e karrierave. Se në lidhje me karrierë ka pasur probleme pak a shumë tani për tani, në lidhje me një çështje që keni pasur para disa kohëve duhet t'i zgjidhni pikërisht sot, sepse është një periudhë mjaft e mirë